unë jam gati, sepse jam I bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia, dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk mund të më ndaj mua nga dashuria jote o Perëndi, që është në Jezus Krishtin, Zotin tim. Amen. Unë them të vërtetë në Krishtin, nuk I njeh. Dhe ndërgjegja ime me anë të frymës së shenjtë I jep dëshmi bashkë me mua. Kam një trishtim të madh dhe një dhemje të vazhdueshme në zemrën time, sepse do të doja të isha vetë I mallkuar I ndarë nga Krishti për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, të cilët janë izraelitë, dhe atyre u përket birëria, dhe lavdia dhe beslidhjet, e shpallja e ligjit, dhe shërbesa e Perëndisë dhe premtimet. Të tyret janë edhe etrit, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, I cili është përmbi çdo gjë Perëndi, I bekuar dhe I përlothuar për jetë. Amen. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael, as sepse janë pasardhës të Abrahamit janë të gjithë bij, por në Isakun do të quhet pasardhja jote. Në Isakun do të quhet pasardhja jote. Isakun, I cili lexuar mbrapsht do të lexohet ka ise. Ai pra që ka isen sipas premtimit të Perëndisë. Në Isakun do të quhet pasardhja jote. Do të thotë, nuk janë bijtë e Perëndisë ata që lindin prej mishi, por bijtë e premtimit llogariten si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në këtë kohë, unë do të vi dhe Sara do të ketë birë. Në këtë kohë, unë do të vi dhe Sara do të ketë birë. Amen. Dhe jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzën nga një burr Isaku, ati ynë. Sepse para se t'i lindin fëmijët, dhe para se të bënin ndonjë të mirë atë keqe, që të mbeti I patundur qëllimi I Perëndisë për të zgjedhur jo sipas veprave, por prej atij që thërret, I tha asaj: "Me I madhi do t'i shërbej më të voglit, siç është shkruar, Jakobin e desha, por Esaun e urreva." Çfarë të themi pra? Mos ka padrejtësi te Perëndia? Kur mos qoftë, sepse ai thot Mojsiut: do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë, dhe do të kem dëmshuri për atë që do të kem dëmshuri. Kështu pra, nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë. Amen. Sepse shkrimi thot Faraonit: pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbar dheun. Amen. Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbar dheun. Amen. Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbar dheun. Amen. Kështu pra, ai ka mëshirë për atë që do dhe ngurtëson atë që do. Ti do të më thuash pra, pse ende më qorton, kush në fakt mund t'i rezistoj vullnetit e ti? Por kush je ti, o njeri, që I kundër përgjigjesh Perëndisë? A mund t'i thot Ena mjeshtrit: pse më bëre kështu? A nuk ka vallë pushtet po çari mbi argjilën për të bërë nga po ai brum një enë për nderim, edhe një tjetër për çnderim? Dhe çfarë të thuash nëse Perëndia
duke dashur të tregoj zemërimin e tij dhe të bëj të njohur autoritetin e tij, duroj me shumë zemër gjerësi enët e zemërimit që qenë bërë për prishje, dhe që të bëj të njohur pasurinë e lavdisë së tij ndaj enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi mbi ne, që edhe na thiri, jo vetëm nga judenjtë, por edhe nga kombet, mbi ne, që edhe na thiri, jo vetëm nga judenjtë, por edhe nga kombet, mbi ne, që edhe na thiri, jo vetëm nga judenjtë, por edhe nga kombet. Amen. Ashtu si thot edhe në Osean, unë do të quaj popullin tim atë që s'ka qenë populli im dhe të dashur të mosdashurën. Dhe do të ndodhë që atje ku ju është thënë atyre, ju nuk jeni populli im, pikërisht atje do të quhen bi të Perëndisë së gjallë. Amen. Unë do të quaj popullin tim atë që s'ka qenë populli im dhe të dashur të mosdashurën. Dhe të ndodhë që pikërisht në atë vend ku ju është thënë atyre, ju nuk jeni populli im, atje do të quhen bi të Perëndisë së gjallë. Amen. Por Isaia vërtet për Izraelin, edhe sikur të ishte numri bijve të Izraelit, si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet, sepse do të mbaroj e do të shkurtoj llogarinë me drejtësi, sepse Zoti do të bëjë llogari të shkurtuar mbi dheun. Dhe ashtu si profetizoi Isaia, nëse Zoti ushtrive nuk do të na kishte lënë pasardhës, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të kishim ngjarë Gomorës. Çfarë të themi pra? Se kombet që nuk e ndoqën drejtësinë e arritën drejtësinë, bile atë drejtësi që vjen nga besimi, ndërsa Izraeli që ndoqi ligjin e drejtësisë nuk arriti në ligjin e drejtësisë. Pse? Sepse kërkoi jo prej besimit, por si të ishte me anë të veprave të ligjit, sepse u penguan në gurin e pengesës, ashtu siç është shkruar, ja, unë po vë në Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson atij nuk do të turprohet. Amen. Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndisë për Izraelin është për shpëtim të tij, sepse unë dëshmoj për ta se kanë zell për Perëndin, por jo sipas njohurisë, sepse duke mos njohur drejtsinë e Perëndisë dhe duke kërkuar të vendosin drejtsinë e vet, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndisë, sepse fundi i ligjit është Krishti për drejtësi të kujdo që beson, sepse Mojsiu shkrua për drejtësinë që vjen prej ligjit, se njeriu që bën këto do të jetojë me anë të tyre. Por drejtësia që vjen prej besimit thot kështu: mos thuaj në zemrën tënde, kush do të ngjitet në qiell. Kjo do të thotë që të zbres Krishti, ose kush do të zbres në umner. Kjo do të thotë që të sjell lart Krishtin prej së vdekurish. Po ç'thot pra? Fjala është afër teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Amen. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Amen. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Amen.
sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim, sepse shkrimi thot kushdo që beson atë nuk do të turprohet. Amen. Sepse nuk ka dallim në mes judeut dhe grekut, sepse i njëjti Zot është i të gjithëve, i pasur për të gjithë ata që therasin. Sepse kushdo që do të theras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Amen. Sepse kushdo që do të theras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Amen. Sepse kushdo që do të theras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Amen. Si do të therasin pra ata të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë pa predikues? Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin ungjillin e paqes, që shpallin ungjillin e së mirës. Amen. Por ju të gjithë ju bindën ungjillit, sepse Isaia thot: Zot, kush i besoi predikimit ton? Besimi pra vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Amen. Por unë them, mos nuk dëgjuan. Madje zëri i tyre mori mbar dheun, dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet e tokës. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli, dhe nuk thehen prapa pa u jitur tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjell të marrë farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë, kështu do të jetë fjala ime e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Sepse ju do të niseni me gëzim dhe do të kthej në paqe. Malet dhe kodrat do të shpërthej në pritma gëzimi përpara jush, dhe tërë drurët e fushave do të duartrokasin. Amen. Në vend të ferave do të rritet selvia, në vend të hithrave do të rritet mërsina. Kjo do të jetë për Zotin një titull lavdije, një shenjë e përjetshme që nuk do të shkatërohet. Amen. Por unë them, mos nuk e kuptoi Izraeli. Mojsiu tha i pari, unë do t'ju shtije në xhelozi me një komb që s'është komb, dhe do të bëj të zemëroheni me një komb të pamend. Dhe Isaia guxon të thotë: unë ju shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua. Unë u gjeta nga ata që nuk po më kërkonin. Jo kombi që nuk thëriste emrin tim, unë i thash: ja ku jam, ja ku jam. Amen. Prandaj, populli im do të njohë emrin tim, prandaj do të kuptoj atë ditë që jam unë që kam folur, ja ku jam. Sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmetarit që sjell lajme të mira, që njofton paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i thot Sionit: Perëndia yt mbretëron. Amen. Por lidhur me Izraelin thot: gjithë ditën i shtiva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe kundërthënës. Nuk dua, vëllezër, që të mos e dini këtë mister, që të mos mbaheni për të mençur se i ndodhi një ngurtësim i pjesshëm Izraelit, derisa të ketë hyrë tërësia e kombeve, sepse të parët do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët. Sepse të parët do të jenë të fundit,
dhe të fundit do të jenë të parët, sepse të parët do të jenë të fundit dhe të fundit do të jenë të parët që do të futen në mbretërinë e qiejve. Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet, sikur se është shkruar, nga Sioni do të vijë çlimtari dhe do të largoj pabesin nga Jakobi. Dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta kur do të heq mëkatet e tyre. Përsa i përket Ungjillit, ata janë armiq për shkakun tuaj, por përsa i përket zgjedhjes, janë të dashur për shkak të etërve, sepse dhunti dhe thirrja e Perëndis janë të pakthyeshme. Sepse sikundër edhe ju, dikur ishit të pabindur ndaj Perëndis, por tani fituat mëshirën për shkak të mosbindjes së tyre. Kështu edhe këta tani u bën të pabindur, që për shkak të mëshirës që u tregua për ju, të fitojnë edhe ata mëshirë, sepse Perëndia i mbylli të gjithë në mosbindje, që të ketë mëshirë për të gjithë. Amen. Sepse Perëndia i mbylli të gjithë në mosbindje, që të ketë mëshirë për të gjithë. Amen. Sepse Perëndia i mbylli të gjithë në mosbindje, që të ketë mëshirë për të gjithë. Në emër të Jezus Krishtit. Amen. O thellësi pasurie, edhe urtësisë dhe diturisë së Perëndis, sa të pahulumtueshme janë gjykimet e tij, dhe të pagjurmueshme janë udhët e tij. Sepse kush e njohu mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltar i tij, ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim, sepse prej tij, me anë të tij dhe ndaj tij janë të gjitha. Lavdia ti për jetë. Amen. Sepse prej tij, me anë të tij dhe ndaj tij janë të gjitha. Lavdia ti për jetë. Amen. Sepse prej tij, me anë të tij dhe ndaj tij, edhe për të janë të gjitha gjërat. Lavdia ti për jetë. Amen. Lavdi Aba o Ati ynë për jetë, në emër të Yahushua Mashiach, Jezus edhe Krisht, sepse të tuat janë të gjitha gjërat, sepse për kënaqësinë dhe për lavdinë dhe për gëzimin tënd të përjetshëm, ti i krijove, i shpëtove, i shenjtërove, i përlëvdove për të lartësuar ty përmi të gjitha veprat e tua dhe përmi të gjithë qiejt e qiejve. Nga tani e përjet nga përjetësia, në përjetësi ashtu si kurse do ti, si kurse të pëlqen ty. Lavdi Aba o Atë dhe Zoti ynë, Yahushua Hamashiach, Jezus edhe Krisht. Të gjitha gjërat tek ti, të gjitha gjërat në një, tek një dhe i vetmi Zot për jetë. Lavdi Aba o Ati ynë dhe Zoti ynë Yahushua Mashiach, Jezus dhe Krisht, në jetë të jetëve. Amen.